Faleminderit, ndërkohë. Duam të them një përshëndetje për ekipin e Skënderbeut, për presidentin Bosin e Madh Agim Zeqon, për presidentin aktual Tan Taken, dhe për gjithë tifozët e Korçës dhe kryesisht një tifoze e cila nuk ka mbetur asnjëherë pa qenë në shkallët e stadiumit, është e motra e zotit Zeqo, Mirelën, dhe i ftojmë të gjitha korçaret që të shkojnë në stadium. Patjetër. Ndërkohë, Ama Kafe, që është dhe sponsor zyrtar, ish presidenti i zoti Zeqo, Agim Zeqo, ka menduar që t'ju japi nga një dhurat për vitin e ri të gjithë lojtarëve dhe trajnerëve dhe përfaqësuesve të Skënderbeut, duke ju uruar gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Faleminderit Ardian Takaj, presidentit aktual, zonjës Mira, që mundësuan ardhin e ekipit dhe zotit Zeqo. Unë ju uroj sukses, jam shumë i lumtur dhe do të ruaj si një ndër ditët e bukura të programit e Diela Shqiptare prezencën tuaj. Do desha dhe unë të bëj një falënderim për juve, sepse është hera e parë dhe domosdoshmëri për momentin që ky ekip, që është vërtet kampion, ka sidomos të vit që ka vënë vulën, të bësh një emisioni i tillë, kaq i kompletuar dhe kaq masiv dhe kaq cilësor. Faleminderit edhe për jush, personalisht edhe televizionin Klan, që më në fund bën atë që ne gjithë korçarët e pristin prekohesh. Atere... Ne me datën 19 të mërkur, hapim një lokal këtu në Tiranë, ish Kalvin, Crazy Kalvin, je i ftuar.